Po ashtu, mjeku tjetër, që është i njohur si Abdul Aziz Ismail, thot, agjerimi thot është aq i dobishëm sa që i ndihmon thot njeriut në sëmundjen e zorëve që është një sëmundje kronike. Thot e agjerimi i ndihmon thot për ta shëruar atë. Dhe gjithashtu një doktor profesor tjetër me emrin Robert Bortolo thot pa dyshim se agjerimi thot është efikas edhe e kam pasë është shërues thot në disa raste në shkatrimin e mikrobëve të organizmit. Kështu që në përgjithësi dhe më thonë shohim se agjerimi ka shumë dobi. Por, ne çdo herë lidhemi me atë pasi që e kemi hadithin e pejgamberit a.s. që pejgamberi a.s. ka thënë 5 dobi mu janë dhënë mua që nuk ju kanë dhënë askujt para meje. Thot, e ato 5 dobi thot janë. Thot, aroma e gojës së agjeruesit. Çka do të thot? Thot, aroma e gojës së agjeruesit gjatë ditës është pak e randë për ta ndëgju, për ta ndje. Mirë po, thot, tek Allahu konsiderohet si erë misku, për hir të muajit të Ramazanit, për hir të agjerimit. Thot, mirë po, mirësi tjetër, thot, është edhe peshku në det, apo krijesat që janë në ujë bëjnë dua për agjeruesin për faljen e mëkateve. Gjithashtu, dobi tjetër, thot, është edhe se në muajin e Ramazanit djajt, pra shejtanët janë të lidhur, janë të prangosur, dhe gjithashtu Allahu për hir të Ramazanit ja ka mundësu xhenetit të zbukurohet për çdo ditë. Dhe më thonë, në muajin e Ramazanit, xheneti për çdo ditë e merr edhe një bukuri, thot, më të madhe. Dhe gjithashtu e pesta është që ditën e parë, kur e kemi filluar me agjeru, dhe me ditën e fundit, thot, dita e fundit është e lidhur me ditën e parë, kështu që thot gjithë çka kemi vepru, ata do të llogariten. Do të thonë prej natës së parë të sifirit e deri në ditën e fundit të Ramazanit, të gjithë pra veprat e tona që i kemi vepru, do t'i marrim do të thonë rezultatin më në fund, ose si shembull, sikur ai nxënësi tan vitin mëson, më në fund e prit notën e shkëlqyeshme për ta marrë. Thot edhe ne si besimtar, nata e parë që lidhet me natën e fundit, pra ne presim rezultatin më të mirë që ta arrijmë një fjalë kënaqësinë e Allahut xhallashanuhu me agjerimin tonë.